komuniteti ndërkombëtar ka spektrin e tij, por deklaratat e bëra në kuadrin e komunitetit ndërkombëtar kanë qenë një mbështetje e hapur për shtetin ligjor, për dënimin kundër korrupsionit, denoncim i vendimeve që Edi Rama mori për të bllokuar prokurorinë speciale dhe heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Sikundër, Komisioni Evropian veçoi Shqipërinë, me qëndrimin e tij veçoi Shqipërinë nga Mali i Zi dhe Malnezi votoi për kalimin e kapitullit me vlerësime shumë pozitive, kurse Shqipëria mbeti në klasë. Pra, mund të them se komuniteti ndërkombëtar ka mbajtur qëndrimet në mbështetje të ose kundër grushtit shtetit që po bën Edi Rama me bllokimin e drejtësisë, në mbështetje të funksionimit të shtetit ligjor, në mbështetje të kushtetutës, por dhe në mbështetje të kërkesave të opozitës shqiptare që janë në këtë linjë. Kjo është vlerësimi im dhe kam mirënjohje. E theksova dhe parë dhe për Partinë Popullore dhe edhe për Komisionin Evropian për qëndrimet e tyre. Natyrisht, ata marrin masat e tyre, por ne na takon njeri këtu në Shqipëri të vijë që të heqë qeverinë nuk do ketë. Do jemi ne vetë që të mbështetur jemi sot, se ne po luftojmë për një kauzë të drejtë, një qeveri që blokon luftën kundër korrupsionit, një qeveri që shndron zgjedhjet në farsë, nuk ka legjitimitet. Ndaj dhe ne po bëjmë gjithçka për largimin e saj. Dhe në fakt, në vazhdën e kësaj përgjigje, pritet ndonjë lëvizje tjetër nga ana e komunitetit ndërkombëtar, pyet Geraldina Kola. Pra, a mund të bëjnë ata diçka më shumë? Geraldina, sigurisht që ata nuk pajtohen kurrë. As me farsën zgjedhore, as me bllokimin e luftës kundër korrupsionit dhe bllokimin e drejtësisë. Por duhet kemi një gjë parasysh. Lëvizja e fundit e Edi Ramës, Geraldina, është lëvizja më anti-shqiptare që është bërë ndonjëherë, më antikombëtare. Lëvizje me të cilën Edi Rama kërkoi nga Bashkimi Evropian që t'i japin Shqipërisë së bashku me Serbinë vetëm marrëveshjen tregtare dhe lëvizjen e lirë, kurse paketën politike, përfitimet politike dhe të drejtën e votës të mos e japin. Pse e bëri Edi Rama këtë akt? Edi Rama dhe Aleksandar Vučić, patroni dhe Argati, e bën këtë në kundërshtim me interesat flagrante të kombeve të tyre dhe vetëm për pushtetin e tyre. Por, ana tjetër, Edi Rama me këtë akt antikombëtar rrjedhtoi Shqipërinë krahas Beogradit, krahas aleatit kryesor të Moskës në rajon. Barazoi Shqipërinë me Beogradin, i cili nuk denon, i cili nuk respekton sankcionet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s ndaj Rusisë, i cili nuk pranon kurrë të njohë Kosovën, i cili përzihet në destabilizimin e Bosnjës, të Kosovës dhe të rajonit. Edi Rama e gjeti tani për ortak një akt i shëmtuar antikombëtar, por që ka treguar para shqiptarëve karakterin e vet. Dhe duhet të informoj shqiptarë se ky Argati Vučićit ka urdhëruar ndër ambasadat që të mos kenë asnjë lloj takimi me Ministre e Drejtësisë të Kosovës, zonjën Donika Agërvalla, sepse ajo denoncoi publikisht me guxim letrën e përbashkët Rama Vučić.
arrin gjerë në këtë verbëri të kërkoj, e cila me shumë mundësi Donika është edhe shtetas e shqiptarës, ajo ka ardhur këtu fëmijë dhe afritë në Shqipëri, pra shkon në verbëra të pafundme. Megjithatë, e them këtu prap se nuk ka asgjë më jetike sa të mbrojmë vokacionin ton perëndimor, të mbrojmë integrimin, procesin e integrimit ton në Bashkimin Evropian, në vend të pasaportës europiane që premtoi çdo miting dhe në çdo takim, tani ofron pasaportën e Beogradit. Ne këtë s'do t'ja pranojmë kurrë. Vijoj me një pyetje jo politike. Genti Çela, përshëndetje doktor, duke njohur disi pasionin tuaj për letërsinë, gëzuar ditën ndërkombëtare të poezisë. Cilët janë poetët tuaj të preferuar shqiptar dhe të huaj? Ju përshëndes nga Pogradeci. Poeti im më i dashur shqiptar është Lazgush Poradeci. Por pastaj, unë lexoj me kënaqësi dhe poet të tjerë. Kam patur periudha të tëra i lidhur me fishtën sa nuk ka më shumë dhe pa dyshim për mua është një gjeni i epikës shqiptare dhe europiane. Kam dashur shumë Mjedën, Nolin, pra në këtë, por Lazgushi, sepse në një farë mënyre poezia ndonë se ka variantet e veta, ka zhanret e veta, po lirika është dhe shpirti i saj, dhe Lazgushi është liriku më i madh shqiptar. Rikthehemi në politik, Sokol Delia. Doktor, ju përshëndes. Nëse dosja Balluku e implikon edhe Ramën, duhet që antarët e Komisionit Mandateve ta dërgojnë tek institucionet e BE-s që ato pastaj të marrin vendimin përfundimtar për këtë qeveri. Faleminderit shumë Sokol për sugjerimin, po unë të garantoj se ato e kanë. Institucionet ndërkombëtare e kanë atë dosje. Megi Zoga sërish, si e interpretoni faktin që Balluku mbetet sërish drejtuese politike në Fier? A është kjo sipas jush shenjë force apo dobësie e qeverisë? Përkundrazi, dëshmon se Edi Rama është tërësisht i kapur nga Balluku dhe sheh forcë e Ballukut, mos u çudit nesër që ajo të zgjidhet sekretare e përgjithshme e Partisë Krimit. Apo sot, se kur e ka atë mbledhje. Gjergji Grabocka, përshëndetje doktor, një shpurë e fllihur analistësh dhe opinionistësh që paguhen nga paratë e krimit dhe korrupsionit, siç delde nga dosja Balluku, helmojnë shqiptarët me propagandë falso. Si do të këpusni këto fije mes medias dhe këtyre mbrojtësve të krimit dhe korrupsionit? Censura, manipulimi dhe mashtrimi janë shtyllë kryesore e narkodiktaturës sotme dhe përbëjnë një problem madhor. Për kohën që ne jemi në opozit, rruga e vetme e kapërcimit e tamponimit të tyre është përdorimi i mjetëve sociale. Se cili nga ne i dashur duhet të denoncoj, të shkruaj, të komentoj, pa u lodhur, sepse kjo brigat puthadorësh
që nga mëngjesi gjë në darkë përpiqen në mënyrat nga më të ndryshme të mbrojnë Edi Ramën. Në çdo lloj forme, edhe duke u depersonalizuar në shkallë ekstreme.